Debati i fortë në ferma VIP vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes publike, sidomos pas gjuhës së rëndë të përdorur live nga Fabiola Elezi ndaj moderatores Arbana Osmani. Pas reagimeve në studio, ka ardhur edhe një qendrim publik nga Ermal Mamaçi, i cili përmes rrjeteve sociale është shprehur i zhgënjur nga situata. Ai thekson se gjatë 25 viteve eksperiencë në televizion nuk ka parë një moment të tillë, duke e cilësuar sjelljen si turp i madh dhe të pajustifikueshme. Mamaçi gjithashtu ka vlerësuar mënyrën se si Arbana e menaxhoi situatën në transmetim live, ndërsa ka ngritur pikpyetje të forta për vazhdimsinë e Fabiolës në program. Sipas tij, mbetet e diskutueshme nëse ajo meriton të jetë ende pjesë e formatit pas asaj që ndodhi. Ngjarja ka ndezur debat të madh në rrjet, ku publiku është ndarë në dy kampe, ata që kërkojnë masa të forta ndaj Fabiolës dhe ata që e shohin situatën si pjesë të tensioneve të formatit.